Greqë punë, erdha sot zi me 26 januar. Një video që turpëron organizatën e veteranëve të luftës është dërguar në redaksinë e gazetës Dita. Në video shfaqet kreu 95 vjeçar i kësaj organizate, Hulusi Hako, në derën e zyrës së institucionit që përfaqëson. I pafuqishëm të hyj brenda sepse bravën ja kanë ndëruar. Prej kohësh organizata e veteranëve dhe pasardhësve të Lanç po vuan nga përçarje të brendshme dhe konflikte gjyqësore për drejtimin, legitimitetin dhe administrimin. Por pavarësisht se kush ka të drejtë në këtë përplasje, mënyra si trajtohet një figurë 95 vjeçare, përfaqësuese e brezit që mbajti mbi shtëpi një luftë botërore, është e papranueshme. Ja no, kisha dhe një flash për të më, kisha dhe një dy takime të përësitura, faktikisht nuk mu hapë dera. Dhe sa duke, fjala që më tha, ja që gjysë se janë i përzunduar nga detyra ime si titular i kësaj organizate dhe pastaj edhe vendimi i marë, si shma tha, ja që hysi, i marë e të jam përzunduar dhe ndruar dhe brava, ja të jam të të dëshimtar të këti fakti të lidur. Nuk e prisja se do arrinte gjendja deri këtu, po ligësia që nuk bënë në këtë botë, në këtë Shqipëri tonë. Hajde, duro rashë të durojnë si duron mali me borë.